Përshëndetje gjithve, jemi si çdo të diel këtu në Ekozon në Vision Plus. Fillimisht shohim zhvillimet kryesore ekonomike të javës. Muaji tetor nisi me zbatimin e vendimit të qeverisë për të indeksuar pensionet në masën 2.5%. Nga ky vendim përfitues janë mbi 720.000 pensionistë në të gjithë vendin, por në fakt norma indeksimit mbetet më e ulta në 10 vitet e fundit. Ndërkohë, Ministrja e Ekonomisë dhe Inovacionit, zonja Adelina Ibrahimaj, njoftoi se qeveria do të prezantojë së shpejti një plan 3 vjeçar për të reduktuar përdorimin e paras fizike në ekonomi. Në fakt, Shqipëria është një nga vendet që ka nivelin më të lartë të përdorimit të keshit në ekonomi. Ndërkohë, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë mbajti gjatë kësaj jave të pandryshuar normën bazë të interesit në masën 2.5%. Në një dalje publike, guvernatori i bankës zoti Genti Seko njoftoi se sinjalet që vijnë nga tregu si ekonomik dhe ai financiar janë pozitive. Ndërkohë, Instituti Statistikave konfirmoi se në tremujorin e dytë të këtij viti ekonomia vijoi zgjerimin në nivelin 3.5%, por duket se gjysma e kësaj rritje ka ardhur nga administrata publike dhe konkretisht nga rritja e pagave në shtet. Ndërkohë, bujqësia mbetet sektori që vijojnë të shënojë rënje të vazhdueshme. Ndërkohë, në emisionin e sotëm ne do të ndalemi tek lajmi kryesor le të themi javës, që ishte pra dhe nisja e zbatimit të vendimit të qeverisë për indeksimin e pensioneve. Sipas të dhënave, masa indeksimit është 2.5%. Përfitues do të jenë 721.398 pensionistë në të gjithë Republikën, ndërkohë që efekti në buxhetin e shtetit është në 1.14 miliard lek. Por pse kjo norm indeksimi? Pse 2.5% ka vendosur qeveria të indeksojë pensionet për kategorinë e pensionistëve? Ndjekim se çfarë ka thënë Ministrja e Ekonomisë Adelina Ibrahimaj dhe rikthehemi në studio. Miratuam normën e indeksimit të pensioneve, e cila ishte 2.5%. Është një normë e cila pasqyron rritjen e çmimeve për shportën e pensionistëve. Dua të theksoj që nuk duhet të kategorizohet si një rritje e pensioneve. Indeksimi është rregullim i pensioneve sa i takon çmimeve dhe është një proces dhe një politikë të cilën ne e kemi ndjekur çdo vit dhe do të vijojmë ta ndjekim çdo vit, pasi duhet të garantojmë që rritja e çmimeve nuk ndikon në masën e përfitimit të pensioneve. Por si është ky indeksim në raport me vitet e kaluara? Nëse do të referohemi të dhënave, sikundër e tregon edhe grafiku, indeksimi në nivelin 2.5% gjatë këtij viti është më i ulti në 10 vitet e fundit. Në 2017 ky indeksim ka qenë 3%, 2.8% ka qenë në 2018, po njësoj ka qenë edhe në 2019, ndërsa në 2020 ka qenë 2.3%, po për shkak edhe të pandemisë, për të rritur ndjeshëm në vitet pasardhëse. Por le të shohim pak më konkretisht se sa do të rriten ose si është efekti i indeksimit për pensionet në zonat rurale që janë edhe pensionet më të ulta në vend. Për sa i përket pensionit të pleqërisë, pensionit të invaliditetit dhe pensioneve familjare, sa është aktualisht pensioni dhe sa do të jetë shtesa si pasojë e këtij indeksimi? Shtesa nis me 296 lek, me 224 dhe me 44 lek për pensionet mesatare rurale. Por sa do të jetë rritja për pensionet mesatare urbane? Rritja do të jetë maksimale në 490 lek, për pensionet e invaliditetit në 475 lek dhe për pensionet familjare rritja do të jetë 229 lek. Ne do t'i analizojmë në emisionin e sotëm masën dhe nivelin e indeksimit dhe çfarë përfitojnë realisht pensionistët. Ndërkohë në pjesën e dytë të emisionit do të ndalemi në një çështje që ka ngjallur interes kohët e fundit, që lidhet me fushatën e qeverisë për të minimizuar përdorimin e paras kesh në ekonomi dhe për të nxitur më tej pagesat elektronike, ndërsa në pjesën e tretë do të ndryshojmë temë dhe do të flasim për një tjetër vendim që nis zbatimin gjatë muajit tetor. Janë rregullat e reja të lëvizjes drejt zonës Schengen që do t'i nënshtrojnë të gjithë qytetarët shqiptar që të udhëtojnë në këto zona, cilat janë këto rregulla dhe çfarë do të ndryshojë për ta. Për të gjitha këto informacione, na ndiqni. Mirë, në këtë pjesë të parë të emisionit ne do të analizojmë pak më shumë mbi vendimin më të fundit të qeverisë për të indeksuar pensionet në masën 2.5%. Dhe në këtë pjesë të parë kam kënaqësinë të analizoj me të ftuarën time që është ekspertja e ekonomisë, zonja Suzana Guxholli. Përshëndetje, faleminderit që jeni në Ekozon. Përshëndetje, mirë se jeta. Zonja Guxholli, nga 1 tetori nisi zbatimin vendimi i qeverisë për të indeksuar pensionet 2.5%. Në fakt, në gjatë gjithë këtyre kohëve, shohim edhe treguesit fiskal të Ministrisë së Financave që dalin me suficit. Në fakt, pse
ky nivel indeksimi kaq i ulët? Po zgjedhjet mbaruan, do të thoja unë, kështu që joshjet e pensionistëve, po ashtu si që parashikua, do të mbaronin. Indeksimi është një proces i domosdoshëm, i detyrueshëm për të bërë, dhe nuk është në një vendim i veçantë për të duar trokitur dhe sa mirë që ju vajti në mendje. Sepse, si që kuptojnë dhe pensionistët dhe gjithë të tjerët, indeksimi është rregullimi i pagës në atë vlerë që janë rritur çmimet. Ne me gjuhë ekonomike themi sipas inflacionit. Pra, aq sa rriten çmimet, aq duhen rritur rrogat dhe pensionet në mënyrë që të mos bjerë fuqia blerëse e paras. Do me thonë që me ato para që marrin, të mund të blejnë minimumi të njëjtat gjëra që blinin më parë. Jo më që normale është që ato dhe të rriten kohë mbas kohe. Të flasë si financiere, skema e pensioneve duhet jetë e tillë që të vetë financohet. Por që në Shqipëri është e pamundur, kjo është asnjë ëndër nuk është, duhen 10 vite të arrihet në këtë. Prandaj, ndërhyrja e qeverisë dhe mbështetja e skemës së pensioneve nga buxheti i shtetit është akoma një fakt shumë i dukshëm dhe shumë i mirëqenë. Rritja 2.5% është lajm i mirë, të jemi pozitivistë, gjithsesi minimumi ju mundësohet mbajtja e një lloj fuqie blerëse, pra që të blejnë të njëjtat mallra me të njëjtin pension, por nuk është e mjaftueshme. Pse nuk është e mjaftueshme? Nuk është e mjaftueshme sepse 2.5% është gati sa inflacioni zyrtar i deklaruar. Por pensionistët nuk llogaritën vetëm me shportën mesatare, me ato mallra që blihen kur unë flas për inflacionin në shportën e gjithë qytetarëve. Se kanë shportën e tyre, pra kanë një metodologji të veçantë për pensionistët. Metodologjia nuk do të thoya veçantë, po shtohen, ndryshojnë. Dhe pensionistët kanë medikamentet, pensionistët kanë energjinë, kanë shpenzime spitalore, por Instati thotë që kaq ka dalë inflacioni për pensionistët. E të tjerë jo. Nuk është kaq i pensionistëve, kaq është inflacioni mesatar në Shqipëri. Prandaj ky nuk është një dhe po të bësh analizën, duhet të kontrollosh inflacionin e atyre produkteve të cilat përdoren nga pensionistët. Dhe ne e dimë që energjia, uji, medikamentet dhe një pjesë e produkteve të shportës që rriten për të gjithë, jo vetëm për pensionistë, rriten me hapa më të mëdhaja, pra me përqindje më të mëdhaja se sa kjo 2.5%. Kështu që pa për llogari fare, ti e kupton që ky 2.5% është më se i domosdoshëm, por jo i mjaftueshëm. Që ai të jetë i mjaftueshëm, duhet njëherë së pari. Le që njëherë pensionet e vogla fare, pensionet 100.000 lekë apo 10.000 lekë. Në fakt i kemi edhe me tabel. Çfarë mund të bëjë një pensionist, sidomos ai në fshat që ka dhe nivelin më të ulët pensioneve që me këtë indeksim, se nuk duhet të themi që quhet rritje, përfiton le të themi 2.000 lekë deri në 5.000 lekë në zonat urbane. Kaq është pothuajse rritja. Po, dhe një 2.000-3.000 është në zonat rurale. Po, mesatarisht. Çfarë mund të bëjë ishte përgjigjur pash diku në qytetarët në lajmet që botohen në për portale dhe në për media dhe thoshte po prindërve të mi me këtë rritje indeksim pensioni që qeveria e quan rritje blejnë një buk, 100 gram djath edhe një domate. Po ta përkthesh në të mira. Dhe ky lloj indeksimi për pensionet shumë të ulta është i papërfillshëm. Është, si me thënë, 1.000 lekë të vjetra, 2.003 po e marrim mesataren, 3 euro rritet pensioni. Dhe në qoftë se ne marrim një pension 187. Aq është mesatari, po, mesatarisht. Sa ka qenë mesatari. Dhe pranojmë këtë rritë dhe shtojmë 2.5% indeksimin apo rritjen, shkon në 131. Çfarë ndryshimi ka në 27, se tha 87, me 131. Nuk ka ndonjë ndryshim të madh. Në qoftë se ne duam që vërtet pensionet të ndihen të rritura, njëre pare punës Shqipëria ka pensionet më të ulta në Ballkan, ka raportin pensione pag mesatar më të ultin, me thënë më të keqin në Ballkan dhe në Europë pa tjetër, se derisa e ka në Ballkan, ka pensionin mesatar më të ullët, minimalin më të ullët dhe nuk ka minimum jetik. Pra të
të tërë këta faktor ndikojnë në një pension qesharak dhe shumë të ullët. Dhe sikur të bëhet, që nuk do bëhet me njerë në 20.000 lekë të reja pensioni, përsëri nuk është i mjaftueshëm. Nga llogaritjet e bëra nga ekonomistët me konsume minimale, shumë të arsyeshme, që në fakt realet janë më të mëdhaja, duhet që një pension minimal të jetë 350 euro, në mënyrë që pensionisti të ketë një jetë dinjitoze dhe të mos jetë i varur nga fëmijët apo nga punërat të dyta e të treta. Me këtë nivel indeksimi që pësojnë pensionet vit pas viti, është e pa mundur që një pensionist t'ja dalë vetë jetesës. Kështu që fëmijët janë mbështetësit kryesor për të garantuar mbi jetesën, mbi jetesën, se prap nuk është mjaftueshëm, se dhe ata që janë në përpunëra normale apo të thjeshta dhe ata kanë kosto të larta jetese aty ku janë, prandaj shumat që dërgojnë janë edhe për ata një lloj sakrifice që bëjnë për prindrit, që për fat jemi një shoqëri që i ka akoma të forta lidhjet prind-fëmijë dhe që vazhdojnë remitancat për 30 vjet, 30 e ca vjet. Zonja Guxholli, po në këto kushte a nuk do ishte më mirë nëse mund të kishim një indeksim të diferencuar të pensioneve? Po, patjetër. Do të ishte kjo një është propozuar dhe nga koleg ekonomist. Zoti Xhepa e ka propozuar këtë indeksimin e diferencuar, po patjetër që do të ishte në mënyrë që dhe për këto pensionet e vogla, rritja të mos jetë qesharake 3 euro, 3.000 lekë të vjetra, por të jetë më e konsiderueshme dhe ne po të shikojmë se një nga faktorët që ndikon tek pensioni është ajo që tham pak më parë, fuqia blerëse. Në qoftë se kjo fuqi blerëse në vite ka rënë, dhe në fakt tek ne ka rënë, se indeksimi ose ka qenë i papërfillshëm ose shumë i vogël në vite. Dhe tashmë ekziston një boshlik, një interval i cili nuk është mbushur akoma nga indeksimet e sotme, që pensioni të arrijë atë fuqi blerëse që ka patur më përpara. Kështu që se s'bën ai duhet të rritet më tepër, por duhet të rritet në ato përmasa të cilat i garantojnë atij një jetë të paktën si afër vendeve të Ballkanit, se si to prapë shumë larg. Nëse ne themi që pensioni minimal për shembull në Kroaci, në Serbi, shkon nga 450 në 300 ca euro, ndërsa ne s'kemi mbritur tek 200. Kështu që duhet akoma shumë punë që rritjet të garantojnë përkthimin, pra të jetë indeksim plus rritje. Dhe kjo të përkthehet në mirëqenie dhe një ardhur dinjitoze për pensionistin. Dhe që të lirohen fëmijët nga barra, nga zëri i shpenzimeve në buxhetin e tyre për prindërit. Megjithatë, duhet të themi edhe një realitet, zonja Guxholli, që në fillim të vitit pensionistët morën shpërblim 100 dhe 150.000 lekë në varësi të masës së pensionit. Ndërkohë që qeveria e ka bërë tashmë ligj që në fund të vitit jep një bonus që për këtë vit është premtuar se nuk do të jetë njësoj si kundër ka qenë vitet e tjera, pra në masën 5.000 lekë, por mund të jetë pak më shumë. Pra i marr së bashku me 2 bonuset e dhëna gjatë këtij viti, sigurisht që kemi një rritje, po themi, ose kemi një pension të 13, nëse mund ta quaj kështu. Shiko, çdo rritje, tash mos bëhemi fare negativist, çdo gjë që ju jepet është shumë mirë. Po çfarë arrihet dhe në çfarë statusi i vendos pensionistët? Bonuset që u dhanë më përpara ishin bonuse elektoral, do thoja unë, sepse u premtuaj që do t'jepeshin vazhdimisht, ku janë vazhdimisht, po pritet viti i ri. U bë indeksimi. Indeksimi është i domosdoshëm, është si ajri që ne na duhet të jetojmë, po kështu është dhe indeksimi dhe nuk ka vend në botë që nuk e bën. Bëhet indeksimi i pensioneve dhe i pagave, pastaj bëhet dhe rritja e tyre, e pagave në bazë të meritës, etj, varet si e ka organizata, ndërsa e pensioneve për fat keq këtu tek ne duhet bërë nga një vendim qeverie se hyn buxhetit që duhet financoj se s'bën skemën e pensioneve. Dhe prandaj ne themi që kjo nuk është e mjaftueshme, kjo rritje 2.5%, por duhet jetë shumë më e madhe se kaq. Kemi dhe një, si thua, defekt tjetër ne, sepse që të financosh, e kisha ke bonusin, falë se u shkëputa. Atëre, bonusin nuk e zëvendëson në rritjen atë që rri përhershme. Pra, duhet bërë indeksim, një rritje e përhershme e pensioneve që të afrohemi det vlerave të
të Ballkanit perëndimor, po them po e zvogloja të komunitetin, dhe pastaj të arrim atë të Evropës. Gjë që këtu tek ne nuk është bërë. Dhe kjo dhënia kështu me porcione është siç u dha në mënyrë intensive dhe shumë të dukshme për fushat dhe siç ka ndaluar tani. Nëse ne duam që ata të jetojnë mirë, duhet të kenë rritje që kap pensionin e çdo muaji. Vetëm kjo e bën të qëndrueshme rritjen. Këtu doja të shtoja një gjë, që të bëhet kjo, se ne na mungojnë shumë gjëra, është një zinxhir që të sjell këtu, duhet një ekonomi e qëndrueshme, duhet një ekonomi produktive, duhet një informalitet i zvogluar sidomos në tregun e punës, duhet një strukturë tjetër ekonomike që ne nuk e kemi. Meqense më dolet ke rritja ekonomike dhe e qëndrueshme, zonja Guxholli, ne po kemi një rritje ekonomike. Shifrat paktën e Instatit konfirmojnë 3 mujor pas 3 mujorësh që ka një rritje. Po pse nuk ndihet, është e vetmi pensionistët është e vetmja kategori që nuk e ndjejnë këtë rritje ekonomike? Nuk e ndjejnë këtë rritje ekonomike sepse ka të bëjë shumë mënyra si e rishpërndan shteti. Pra, ajo çka merret ose të ardhurat në buxhet, ku drejtohen dhe kë prek kjo rritje ekonomike dhe sa përkthehet kjo në mirëqenie për punonjësit. Një rritje ekonomike vjen nga sektor shërbimi në Shqipëri, ka ardhur nga ndërtimi, nga real estate, nga turizmi, të cilat janë sektor shërbimi. Që rritja tjetë e qëndrueshme dhe e madhe duhet të vinë nga sektor prodhimi, nga bujqësia, sektor produktiv dhe të formalizuar. Gjë që ne nuk e kemi. Pra, që rritja ekonomike tash të ndihet, këto janë llogaritjet e ekonomistëve, ta kuptojnë pensionistët dhe popullsia që u kthyen në mirëqenie, duhet të jetë minimumi një 8%. Ne e kemi 3-4, po, e kemi më të madhe se të këtyre vendeve në rajon, po ne gjithë e dim sa më e prapambetur të jetë ekonomia, aq më të madhe ka ritmin e rritjes, se është këtu kur të tjerët janë këtu, kështu që ti duhet hecësh më shpejt që të mbrish, të zvoglosh diferencën që keme këto vende. Prandaj kjo rritje ekonomike që ne kemi, nuk kemi pse të mburremi, nuk përkthehet dot në mirëqenie as për popullsinë, as për pensionistët. Megjithatë, zonja Guxholli, qeveria e sapo mandatuar për 4 vitet e ardhshme ka në planin e saj që t'i bëj pensionin mesatar 400 euro deri në fund të këtij mandati. Të duket një objektiv i realizuar në kushtet aktuale, me një skemë e cila ka problematikat e veta të thëna ndër vite deficitare, me një popullsi që po të kurret, censusi na nxori 2.4, po në fakt 2024 nisi me 2.3 milion banor. Edhe më pak se janë të larguarit sezonal që përsëri nuk kontribojnë këtu. Që kthehen, po s'ka ndonjë kontribut në pensione apo në tregun e punës. Sa e realizueshme është kjo? Është shumë e bukur si shifër, të mendosh që nga 100 t'i bëhet 200 ose nga 80 euro t'i bëhet 200, po kështu edhe për minimalin, po kështu edhe për mesatarin, se ju afrohet vlerave të rajonit, por nuk tregohet se si nga do vi dhe ku do mbështetet kjo rritje. Ku do t'i gjej buxheti, sepse buxheti i shtetit rrit pagat, rrit pensionet duke marrë parat e taksave tona dhe i hedh në skem. Përfitojnë pensionistët, po themi. Po, të përfitojnë pensionistët duhet të hedhi shumë më shumë nga sa hedh. 1.3 miliard më duket ishte shuma që kërkonte kjo indeksimi për të futur në skemën e pensioneve, që thash është shumë minimal, është shumë i pa konsiderueshëm, është vetëm po bëj detyrën, domethënë po e indeksoj se kështu duhet ta bëj. Këto duhet të vinë parat, në këtë rast, me qënë se është një skeme mbështetur nga buxheti, nga ekonomia, që e thash nuk ka fuqi të pompoj. Ato suficite që janë të krijuara në, siç thatë juve, në treguesit e buxhetit, vinë edhe për shkak të mos shpenzimeve dhe të rritjes së çmimeve, kështu që të ardhurat që argëtojnë, pra nuk janë reale, nuk janë të prekshme, po dhe për aq sa janë, për fat keq rishpërndarja bëhet me kritere të tjera. Bëhet me kritere klienteliste, ishin zgjedhjet që dhe ato përthithin dhe marrin para nga rishpërndarja të domosdoshme për atë periudhë, prandaj pensionistët nuk e ndjejnë dhe nuk kanë për ta ndjerë. Në qoftë se nuk ndryshon skema, po dhe ndryshimi i skemës do ta japi rezultatin afatgjatë, se nuk e ndjen dot menjëherë. Dhe veç saj duhet ndryshojnë gjithë politikat drejtuese ekonomike dhe ato që mbështesin tregun e punës, fuqinë punëtore, profesionistët, që është një tema që gjerë. Po shumë e gjerë për të folur, po edhe një pyetje të fundit. Ju
edukoni dhe arsimoni brezin e ardhshëm, pra jeni dhe pedagoge. Me realitetin që shikoni, a mendoni që mund të kemi ndonjë përmirësim të skemës së pensioneve, se ne e dim që skemën e kemi deficitare se e para nuk kemi njerëz mjaftueshëm. Emigracioni pra po gryen edhe është një nga armiqt kryesor të skemës së pensioneve, rritja e moshës po ashtu. Si e parashikoni, le të themi, një 5 vjeçarin e ardhshëm? Të trisht përsëri, sepse ata që do vinë dhe do shkollohen në bankat tona të universitetit, ushqehen nga vitet të mëparshme dhe si kur të rritet numri i lindjeve në Shqipëri, përsëri ne nuk do të ndjejmë efektin më parë se 18 vjetë. Me shumë optimizëm, se s'ka pse të rritet papritmas nga këtë vit apo nga vitin tjetër. Kush do punoj që të marrim ne pension në një të ardhme? Po Bangladeshi pse është? Po India pse është? Ne jemi shumë të lumtur e kemi gjetur burimin e kraut. Ndërkohë numri studentëve ka ardhur në rënje? Numri ka ardhur në rënje dhe ngelin kuota bosh, sepse kryesisht ata që largohen dhe studiojnë jashtë, vështirë se kthehen prapë. Ai që studion jashtë dhe është i mirë, ai gjen punë dhe kuptohet, puna atje është më me dinjitet, është më e paguar, ke më shumë mundësi karriere, kështu që atë, domethënë, ky është një fenomen natyral normal, po për ne është bërë plagë se hikin me shumicë dhe hikin pothuajse të gjithë të mirët. Kjo është një nga lajmet fakt më të trishta për ekonominë. Për gjithë vendin. Unë të falenderoj që ndave me mua këto opinione. Kënaqësi. Nderuar miq, ne kemi një shkëputje publicitare dhe do ndryshojmë temë, do flasim në pjesën e dytë të emisionit për një tjetër dilemë që së fundmi Banka e Shqipërisë, por edhe qeveria ka nisur një fushat për të nxitur pagesat elektronike, por paralelisht me këtë realitet kemi dhe një thirrje të Bankës Qendrore Europiane për të mbajtur para fizike kesh në shtëpi. Vetëm pas pak. Në një kohë kur kemi krijuar një varësi të lartë të përdorimit dhe të marrëdhënieve me internetin, me aplikacionet, me sistemet teknologjike bankare apo me paranë virtuale, lind pyetja çfarë ndodh nëse teknologjia nuk na përgjigjet në kohë, nëse sistemi pson një defekt apo nuk do të funksionojë. Është kjo arsyeja pse Banka Qendrore Europiane bëri thirrje që shtetasit evropian të mbajnë para fizike në shtëpitë e tyre në rast emergjente. Por a është kjo thirrje një kthim pas në kohë në pagesa tradicionale apo është një mas sigurie për të parandaluar çdo të papritur që mund të na sjellë teknologjia? Thirrja e Bankës Qendrore Europiane të roqi jo pak vëmendje në një kohë kur teknologjia po zotëron jetën tona. Kjo kërkesë vjen pas këshillave të ngjashme në vende si Holland, Finland, Austri, Suedi, Norvegji, ku kërkohet që qytetarët të mbajnë 70 deri në 100 euro për person para fizike. Argumenti kryesor është se sistemet digjitale mund të mos funksionojnë në një moment të caktuar. Një qasje e tillë u nxit nga lufta në Ukrainë, pandemia COVID-19 dhe fatkeqësitë natyrore. Në thirrjen e saj, Banka Qendrore Europiane argumenton: paraja është një element kritik i përgatitjes kombëtare për kriza. Moneda fizike jo vetëm që shërben për të përmbushur nevojat individuale, por gjithashtu kontribuon në një rezistencë më të gjerë sistemike. Dobia e parave të gatshme rritet ndjeshëm kur stabiliteti kërcënohet. Mesazhi i Bankës Qendrore Europiane nuk është për të kthyer te paraja fizike cash, për hir të vërtetës, por është më tepër në mesazhin e të pasjes së një rezerve të nevojshme për çështje të ndryshme të cilat mund të shkaktojnë panik dhe mungesë të paras në qarkullim, të cilat mund të jenë për shkak të një ataku kibernetik, për shkak të një blackouti, për shkak të një goditje të papritur, të një ndodhje të papritur, dhe që populatat mos futet në stresin e mungesës së përdorimit të pasjes së mundësisë për të blerë ushqim dhe nevojat bazike, atëherë ajo i thuhet do ta mbash të rezervë. Duke u nisur edhe nga situata e paqartë politike dhe disa kriza të perceptuara në ardhje, ka qenë që përdoruesi fundor ose klienti të ketë alternativa pagese sido që të vinë punët. Nëse i referohemi ama progresit që në platformat digjitale ka bërë në vendet e Europës Veriore ose Baltiku apo të tjera shtete të cilët kanë vite që janë shumë aktiv në pagesat digjitale dhe i kanë ato pjesë të realitetit të përditshëm
Ndërkohë që në këto vende ai jo vetëm që është kanali prioritar dhe më i përdorur, po shkon deri në pikën që s'po ka alternativë. Por teksa vendet europiane po kërkojnë paranë fizike, në Shqipëri qeveria dhe Banka Qendrore ka nisur një fushat për të nxitur pagesat elektronike. Shqipëria konsiderohet si një vend me nivel të lartë të përdorimit të paras jashtë bankave. Të dhënat më të fundit tregojnë se paraja jashtë kanaleve bankare në fund të muajit korrik arriti në 4.8 miliardë euro. Në një dalje publike, Ministrja e Ekonomisë Delina Ibrahima njoftoi se qeveria do të ketë gati një plan 3 vjeçar për të reduktuar keshin në ekonomi. Ne do të kemi një plan agresiv masash për reduktimin e përdorimit të keshit në ekonomi. Është një plan 3 vjeçar, i cili tashmë është i përgatitur nga qeveria, i cili do të hartohet në bashkëpunim, do të miratohet në bashkëpunim me të gjithë aktorët në treg, që përfshin sigurisht Bankën e Shqipërisë, përfshin sektorin bankar, përfshin fintechët, përfshin të gjithë ato aktorë të cilët janë pjesë dhe mund të japin kontribut në reduktimin e paras kesh në ekonomi. Paraja fizike është e rëndësishme, pra çdo individ të ketë një kursimin para fizike, edhe pse e thënë nga një ekspert ekonomie duket sikur nuk është shumë në lidhje me edukimin financiar, por çështja është që unë mendoj që apeli i qeverisë është më tepër në kuadrin e luftës ndaj informalitetit dhe evazionit fiskal. Ne jemi një vend që do të futemi në Bashkimin Evropian dhe në kapitullin në cilën ne sapo e kemi hapur është punësimi dhe mbrojtja sociale. Dhe te punësimi ne kemi probleme më të madh, pra punësimi informal. Ne pam shembullin e Albanias, e cila pavarësisht që askush nuk ishte gati, u vu në funksione dhe filloi operimin si kanal, dhe tani e dim shumë mirë që një pjesë e madhe e shërbimeve qeveritare ofrohen në këtë platformë. Është diçka e ngjashme, me vullnet mirë çdo gjë është e mundur, por do duhet që të jenë të gjitha palët të përfshirë edhe dakord që ta realizojnë këtë strategji dhe këtë plan veprimi, dhe intensiteti i hapave do përcaktojë se sa kohë do duhet. Pra, varet nga ne sërish. Romina Radonshiqi është eksperte ekonomie, por edhe sipërmarrëse. Ajo thotë se ka gjetur një të mesme në biznesin e saj sa i përket pagesave. Një pjesë i kryen online dhe një pjesë fizikisht në bank. Zgjedhja e saj lidhet me menaxhimin e riskut. Shpeshherë në telefonin tim kanë ardhur mesazhe të tipit ndoshta dhe me emrin një banke, ku thonë mund të klikosh këtu sepse pagesa juaj nuk ka përfunduar etj, gjë që unë patjetër e kam kuptuar që mund të jenë nisje e një ideje hakerimi apo ndoshta krimi bankar, nëse mund ta quajmë kështu, duke qenë në kushte të tilla ku shpeshherë në telefonin tim, smartphonein tim kanë ardhur mesazhe të tilla, atëherë unë për momentin kam zgjedhur të drejtohem sistemit bankar, pra fizikisht, dhe le themi të largohem për momentin pikërisht pagesave online. Në ekonominë shqiptare keshi mbretëron ndër vite, thuajse 80% e transaksioneve kryen me para në dorë. Por pse në Shqipëri jemi kaq të vonuar në ofrimin e shërbimeve digjitale të pagesave? Ekspertët e vënë theksin tek 2 faktorë. I pari ka të bëjë me mungesën e njohurive financiare të qytetarëve. Vetë Banka e Shqipërisë duhet të dalë me fushata ndërgjegjësimi, jo vetëm për nxitjen e pagesave kesh, por dhe se si të ruhemi nga linçe të tilla, nga metoda të tilla për tu hakeruar. Pra shqiptarët kanë shumë nevojë për informim. Jemi një ekonomi konsumi kryesisht. Çfarë fitojmë e konsumojmë dhe shkon për shpenzimet për jetesë, por gjithashtu është e vërtet që sistemi bankar nuk ka pas stimuluar përdorimin më të lehtë të kartave përmes blerjes në POS-e apo qarkullimit të tyre. Pasi ka pas komisione, të cilat kanë rënduar qoftë mbajtësin e kartës apo atë që do të merrte parat. Masa e lartë e komisioneve ka qenë një element i cili ka goditur pikërisht dhe ka stimuluar tërheqjen e keshit dhe përdorimin e tij jashtë. Përveç keshit, që është për arsye të ndryshme, faktorë të ndryshëm, është në treg dhe qarkullon i lirë dhe vazhdon i tillë. Pandemia ishte një nga leksionet që tregoi se qytetarët nuk patën mundësi të riqnin paratë e tyre nga sistemi bankar. Kufizimet e vendosura në lëvizje shërbyen për një nxitje të pagesave online, pagesa të cilat kanë ardhur në rritje vit pas viti. Por cilat janë avantazhet dhe disavantazhet e pagesave kesh dhe atyre elektronike? Avantazhet e përdorimit të paras fizike lidhen me privatësinë, pavarësinë e përdorimit të tyre, por dhe me një kontroll më të mirë, pasi ke gjithmonë me vete. Ndërkohë, për pagesat me kart, çdo veprim legjurm je më i monitoruar, je i varur nga sistemi dhe mbi të gjitha sfida më e madhe janë sulmet kibernetike.
Të dy opsionet e pagesave paraqesin avantazhet dhe disavantazhet e tyre. Në drejtim të teknologjisë, avantazhet e perceptuara në disa drejtime, qofshin këto në drejtim të zbardhjes së ekonomisë dhe zbutjes apo zhdukjes së informalitetit, rritjes së bazës statueshme, krijimit të ardhrave shtesë për shtetin, kjo është njëra anë e medaljes, për cilën duhet punuar, sepse shkon në linjë edhe me përpjekjet tona për të integruar tashmë në Bashkimin Evropian. Në drejtim të qytetarëve, sërish zbardhja e ekonomisë i ndihmon ata, sepse i bën që të kenë një status më të fortë financiar, të kenë akses më të lartë në likuiditet për të marrë kredi apo për të përdorur produkte financiare. Gjithashtu edhe në të gjithë, po themi, facilitetin dhe akomodimin që i ofrohet klientit, teknologjia ofron shërbime të shpejta, të sigurta, në pak kohë dhe mjaft eficiente. Krahu tjetër është që teknologjia ka rrisjet e veta, këto që folëm më përpara, që kanë të bëjnë me sigurinë e kanaleve dhe duhet që ofruesit të marrin masa dhe të certifikohen dhe të kenë të gjitha, themi, sistemet e mbrojtjes në kohë edhe sipas standardeve më bashkëkohore për të mbrojtur nga sulmet kibernetike, por gjithashtu edhe është teknologji që do të thotë që mund të ketë mungesa funksionimi, mund të ketë rënje të rrjeteve, mund të ketë mungesa aksesi në internet në momente të caktuara, gjë që ty nuk të lejon që të kryesh transaksione duke qenë që është kanali vetëm. Kështu që gjithmonë një alternativë e përdorimit paras fizike, ndoshta duke kufizuar, ndoshta duke vendosur disa standarde të brendshme për bizneset dhe për individët, patjetër që është i nevojshëm dhe nuk mund të flasim kurse si për një realitet absolut që ne s'do kryejmë fare pagesa në kesh dhe çdo gjë do shkojnë në kanale digjitale. Bankat kanë investuar në këtë drejtim. Banka e Shqipërisë ka qenë në krye të këtij projekti edhe për SEP-ën, dhe është investuar për këtë infrastrukturë për të lehtësuar mundësinë e transferimit të parave në kohë më të shpejtë dhe me kosto më të ulët. Trendi të rinjve absolutisht është drejt kësaj. Është drejt digitalizimit dhe drejt përdorimit të paras elektronike. Më tepër, shumë më tepër se sa moshat e tjera. Dhe gjë të cilën Banka Qendrore Evropiane e kërkon për të sjellë në vëmendje, që jo gjithçka duhet të jetë elektronike, por ti duhet të kesh një rezervë caktuar. Ndërkohë në Shqipëri është duke punuar për të shkuar në digitalizim. Ka shumë punë për të bërë, vjen me shumë rreziqe, nuk është kaq vetëm trendi dhe thjesht, nuk është kaq e bukur gjithë historia nëse nuk tregohet kujdes, sepse edhe nxitja drejt shkruar drejt digital banking shoqërohet me rreziqe të tjera të humbjes identitetit, të vjedhjes së paras, të një gabimi të mundshëm operacional që ti ato para ikin dhe nuk të kthehen dot më aq lehtë apo të plota, siç mund të ktheheshin kur ti përdorje sistemin Swift, që kishe kohë dhe të rikuperoje gabimet. Pra ka disa rreziqe shtesë, të cilat ndoshta kërkojnë emision tjetër për të trajtuar. Javës që vjen është njoftuar se në datën 7 tetor do të nis zbatimi në pagesat ndërkufitare elektronike në sistemin evropian SEPA. Komisionet për këto transferta do të ulen në minimum dhe do të jenë favorizuese për qytetarët. Zgjedhja e pagesave varet nga rrethanat e konsumatorit. Pagesat në kesh mund të përdoren për shpenzime të vogla, ndërsa përdorimi i kartave të ofron komoditetin. Një kombinim i të dyjave shpeshherë është zgjidhja më praktike. Sistemet moderne të pagesave janë të sigurta, të shpejta dhe efikase, por në një botë ku teknologjia ka një fuqi të jashtëzakonshme, njëkohësisht është edhe delikate, është e mençur që të keni një plan B. Dhe plani B është që të keni me vete para fizike. Janë pikërisht këto para të cilat do t'ju bëjnë që të kryeni transaksionin e nevojshëm në rast se do të surprizoheni apo do t'ju ndodhë një e papritur nga teknologjia. Jemi në pjesën e tretë e emisionit dhe do ndryshojmë tërësisht temë dhe do të flasim për një çështje në fakt që na intereson të gjithëve, pasi na prek të gjithëve. Do të flasim për rregullat e reja që do të nisin të zbatohen gjatë këtij muaji, pra pas disa ditësh nga
data 12 tetor për çdo individ pra që lëviz drejt zonës Schengen. Nga data 12 tetor do të hyjë në fuqi një sistem i ri që quhet sistemi i hyrje-daljeve, i cili do të regjistrojë në fakt të gjitha të dhënat e udhëtimit, do të regjistrojë datat e mbërritjes dhe të largimit, do të mbajë të dhënat biometrike që mund të jenë shenjat e gishtave apo imazhi i fytyrës, ndërkohë nuk do të kërkohet asnjë veprim shtesë përpara këtij udhëtimi dhe si kundër është njoftuar nuk do të ketë edhe tarif shtesë për këto rregulla të reja pra që do të nisin zbatimin. Ne do përpiqemi të sqarojmë të gjitha këto rregulla cilat janë, çfarë duhet të bëjë një qytetar shqiptar që ikën pra del nga territori i Republikës së Shqipërisë dhe shkon në një nga zonat Schengen, çfarë detyrimesh të reja shtesë ka ky individ. Do të sqarojmë të gjitha këto informacione në këtë pjesë të tretë me të ftuarën time që është zonja Amarilda Nakuçi, është përfaqësuese e Autoriteti Aviacionit Civil. Përshëndetje, faleminderit që na e kozon. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Normalisht, sistemi i hyrje-daljeve është një sistem i ri i Bashkimit Evropian që synon të shkojë një hap përpara me modernizimin e udhëtimeve në Evropë. Përveç kësaj, është pjesë e një pakete të gjerë të Bashkimit Evropian në lidhje me mbrojtjen e kufive të Evropës. Ky sistem, ashtu sikurse dhe ju e përmendët pak më parë, do të regjistrojë në mënyrë automatike hyrjet dhe daljet e pasagjerëve nga vendet e treta që shkojnë drejt zonave Schengen. Sigurisht që fillon në 12 tetor, sikurse ju përmendët, por që nuk do të jetë e aplikueshme njëkohësisht nga të gjitha shtetet e zonës Schengen. Atëherë, Amarilda, ta bëjmë sa më të thjesht bisedën. Supozojmë unë do të udhëtoj në datën 12 tetor nga aeroporti i Rinasit drejt një destinacioni europian. Supozojmë po marrim Milanon, po shkojmë në Itali. Atëherë, që në momentin e parë që unë bërri në aeroportin Nën Tereza, çfarë detyrimesh shtesë kam kundrejt këtij sistemi të ri apo këtyre rregullave? Do të veproj njësoj siç kanë vepruar deri më sot? Normalisht, në aeroportin e Tiranës nuk do të bëni absolutisht asnjë lloj ndryshimi nga të gjitha procedurat e mëparshme që keni ndjekur kur keni udhëtuar më parë. Sepse normalisht regjistrimi do të bëhet në aeroportet e zonës Schengen. Në hyrje, nëse nisemi nga aeroporti i Tiranës, ose në dalje, sepse mund të qellojë që dikush është për arsye pune apo turizmi në një vend të zonës Schengen, dhe në momentin mbas datës 12 tetor, nëse në atë shtetë të zonës Schengen ka filluar të aplikohet sistemi hyrje-daljeve, normalisht i bie që të regjistrohet në atë shtet. Pra, në shtetin pritës, pra ku shkojmë? Në shtetin pritës, po. Në aeroportin e Tiranës, normalisht nuk do të bëhet asgjë. Aeroportin e Tiranës unë do të vazhdoj që të bëj check-inin, do vazhdoj që vulën e kontrollit të pasaportës ta marr fizikisht. Po. Pra nuk na ndryshon asgjë në aeroportin tonë. Jo, nuk të ndryshon asgjë. Në momentin që zbresim në aeroportin në vendin pritës, aty do t'i nënshtrohemi këtij sistemi, po themi, regjistrimi. Që është një regjistrim që ndodh vetëm një herë, kur do t'jepen dy të dhëna. Të dhënat personale, që lidhen dhe me pasaportën, dhe të dhënat biometrike, që janë gjurmët e gishtërimve edhe fotoja që normalisht do të merret në kabinat të posaçme. Të gjitha këto të dhënat që do të regjistrohen, do të jenë pjesë e këtij databazit të dhënave të sistemit, të cilat do të ruhen, do të përpunohen edhe do të aksesohen gjithmonë në bazë të legjislacionit dhe standardeve të shteteve të Bashkimit Evropian. Çka do të thotë që do të mirëpërdoren dhe nuk do të ketë absolutisht asnjë problematik në lidhje me privatësinë e këtyre të dhënave. Sigurisht që ka edhe një kategori njerëzish që do të përjashtohen nga ky lloj regjistrimi. Kush janë këta? Dhe këto do të jenë ata që aktualisht kanë një vizë afatgjat apo kanë një leje qëndrimi. Pse? Për dy arsyet për të cilat aplikohet sistemi i hyrje dhe daljeve. Sepse këta persona, kur kanë aplikuar për këtë lloj dokumentacioni, normalisht kanë dhënë të dhënat e tyre biometrike edhe të dhënat personale.
Kështu që këta nuk do të jenë pjesë e këtij sistemi. Do vazhdojnë siç kanë qenë, siç vazhdojnë aktualisht. Po, do të vazhdojnë me dokumentacionin që kanë, me vizën afatgjat dhe me lejen e qëndrimit. Ju thatë që jo të gjitha vendet do ta aplikojnë këtë lloj sistemi? Si ta kuptojmë këtë? Po. Normalisht jo të gjitha vendet do ta aplikojnë këtë lloj sistemi në të njëjtën kohë. Domethënë duke filluar nga data 12 tetor. Pse? Sepse normalisht sistemi është një proces në vetvete, që mbaret edhe sigurimin e pajisjeve, të dhënave të qytetarëve si dhe harmonizimin e legjislacionit të këtij sistemi me legjislacionet e brendshme të vendeve të zonës Schengen. Prandaj dhe Bashkimi Evropian ka parashikuar një afat për implementimin tërësor të këtij sistemi nga të gjitha zonat Schengen, i cili do të zgjasë deri në mars të vitit 2026. Pra do të fillojë në 12 tetor. Nga 12 tetori deri në mars 2026 kemi një periudhë tranzitore, mund ta quajmë? 6 mujore, po, një periudhë tranzitore 6 mujore, e cila do të lejojë vendet e zonës Schengen të parashikojnë dhe të kenë në vend të gjitha pajisjet e duhura dhe të gjithë sistemin në mënyrë tërësore funksionale. Po, a do të ketë, se kemi dëgjuar edhe më herët që ky lloj sistemi ndoshta në këtë fazë të parë tranzitore nuk është me pagesë, pra nuk do t'i nënshtrohet në një tarifë shtesë. Mbas përfundimit të periudhës tranzitore, do detyrohen pasagerët të paguajnë ndonjë tarifë? Do të ketë në një farë regjistrimi tjetër, në një formular për cilën është folur pak më herët, apo jo? Normalisht ky lloj sistemi, pra sistemi hyrje-daljeve do të jetë falas. Nuk është folur asnjëherë që në një moment të caktuar, qoftë edhe mbas përfundimit të kësaj faze tranzitore, do të bëhet me pagesë. Kështu që informacioni është shumë i qartë dhe nuk ka asnjë diskutim tjetër paraprak që në një fazë tjetër mund të bëhet me pagesë. Ndonjë formular regjistrimi në një fazë të mëvonshme për vendet në Bashkimin Evropian, a parashikohet të ketë? Në lidhje me sistemin e hyrje-daljeve nuk do të ketë absolutisht asnjë lloj nevoje për udhëtarë që të parapërgatiten. Sepse kur të udhëtojnë, pavarësisht se cili shtet do të vendosë të fillojë aplikimin e këtij sistemi në periudha të caktuara, do të njoftohen nga kjo shtete në momentin që do të jenë në aeroport, nëse do duhet të regjistrohen dhe regjistrimi do të bëhet vetëm me pasaport dhe do të zgjasë vetëm fare pak minuta. Kjo do të lehtësojë më vonë për këto udhëtarë edhe hyrje-daljet, sepse ato do të bëhen më të shkurtra, nuk do të jetë më e nevojshme të qëndrohet në pikat e kontrollit të pasaportës dhe nuk do të vulloset më pasaporta, sepse të gjitha hyrje-daljet do të regjistrohen në këtë sistem automatik. Në fakt, nëse ka ndonjë procedurë që e zgjat shumë daljen nga aeroporti pritës është pikërisht kjo radha që krijohet pasi zbret nga avioni dhe je në radhë për të vullosur pasaportën. Me këtë sistem ne do të shmangim atë komunikimin me policin në cilin do vend të Bashkimit Evropian apo në të zonës Schengen për momentin, i cili ndonjëherë të bën dhe pyetje ndoshta edhe të panevojshme, apo jo? Gjithsesi, sistemi në vetvete është ngritur jo thjesht për këto benefite për pasagerin që ne përmendëm deri tani, por edhe për të siguruar një menaxhim, një përmirësim të menaxhimit më të mirë të kufive, sepse do mundet që të parandalojë emigracionin e palishëm, do mundet të identifikojë në kohë reale tejkalimin e periudhave të caktuara për të qëndruar në zonat Schengen dhe do të reduktojnë në një farë mënyre identitetet e rreme që janë identifikuar si problematika në aeroportet të ndryshme të Bashkimit Evropian dhe të zonës Schengen. Kështu që është një sistem që është dimensional për sa i përket funksioneve të tij. Ndërkohë, ju thatë në mars apo në prill 2026? Në mars të vitit 2026. Do të jetë i unifikuar ky lloj sistemi në të gjitha vendet, ndërkohë që në këtë periudhë tranzitore mund të ndodhë që ne të vazhdojmë të kemi procedurat sikundër i kemi aktualisht, apo në varësi të vendeve dhe aeroporteve mund t'i nënshtrohemi direkt të shenjave të gishtave apo imazhit të fytyrës kur të bëjmë kalimin, apo jo? Eksakt, domethënë do të na shërbejë gjithë kjo periudhë 6 mujore për t'u nështruar në një farë mënyre procesit të regjistrimit
sipas aplikimit të këtij sistemi në të gjitha shtetet e zonës Schengen. Por besoj për një njeri që udhëton për herë të parë mbas hyrjes në fuqi të këtyre rregullave, ndoshta udhëtimi i parë do të jetë pak më i gjatë se jo si kohë fluturimi, por procedurat që do të hasin pas daljes nga avioni do të jenë besoj pak më gjata. Regjistrimi do të bëhet, ju thash, regjistrimi do të bëhet vetëm një herë, dhe do të marrë vetëm pak minuta. Pas këtij regjistrimi nuk do të ketë më në një fazë të dytë mbas disa vitesh? Një regjistrim i mundshëm mund të jetë kur ka ndryshime të dhënave të pasaportës, sepse normalisht në bazë të këtyre ndryshimeve do të regjistrohen pastaj dhe hyrje-daljet e pasagjerëve. Dhe këto do të jenë lehtësisht të identifikueshme, sepse sistemi vetë do të identifikojë ndryshimet që kanë ndodhur në pasaportën e individit, duke qenë se transporti ajror gjithnjë më shumë po digitalizohet dhe interoperabiliteti ndërmjet sistemeve po bëhet gjithnjë më konsistent, sigurisht kjo do të facilitojë edhe proceset e identifikimit të këtyre ndryshimeve. Këto të dhëna për çdo udhëtar zakonisht do të ruhen deri në 3 vite nëse nuk do të konstatohen shkelje, dhe deri në 5 vite nëse do të ketë shkelje të tilla. Kështu që kjo është le të jetë një lloj ndërgjegjësimi edhe për të gjithë udhëtarët që të jenë të kujdesshëm për sa i përket afateve të qëndrimit në zonat Schengen. Pra nuk duhen të kaluar. Do të jenë më të monitoruar tashmë. Patjetër, sepse informacioni vjen në kohë reale, sepse siguron ky sistem. Këta pasagjerë do të jenë më të monitoruar, kështu që duhet të jenë shumë më të kujdesshëm që të mos te kalojnë atë afatin 90 ditor total brenda një periudhe 180 ditësh. Sepse mund të përbëj një arsye më pas për të penguar lëvizjen e lirë të këtyre pasagjerëve drejt vendeve Schengen. Çfarë mund të themi të gjithë atyre qytetarëve që na dëgjojnë, rregullat e reja do të përfshin të gjithë vendet e Bashkimit Evropian? Po, në fakt tu vlen që të bëhet një shpjegim që besoj që do të plejë të gjithë udhëtarëve, duke qenë se përmendëm dhe pak më përpara që sistemi i hyrje-daljeve do të aplikohet për zonat Schengen. Në fakt, aktualisht kemi vendet të Bashkimit Evropian që nuk janë pjesë e zonave Schengen, ashtu sikurse kemi vendet të zonave Schengen që nuk janë pjesë të vendeve të Bashkimit Evropian. Kështu për shembull Norvegjia, Liechtensteini, Islanda dhe Zvicra nuk janë pjesë të Bashkimit Evropian, por janë pjesë të zonës Schengen. Çka do thotë që një udhëtar shqiptar që vjen nga Norvegjia mbas datës 12 do të jetë i detyruar që të regjistrohet në këtë sistem. Ndërkohë që kemi Kiprin dhe Islandën që nuk janë vende të Bashkimit Evropian, por nuk janë vende Schengen, ku Kipro ka filluar dhe po ndjek procedurat për të bërë pjesë e kësaj zone, dhe ndërkohë Irlanda ka vendosur që të mbajë kontrollin e pavarur të kufive të saj. Kështu që ky lloj informacioni është për t'i shpjeguar edhe një herë më shumë udhëtarëve dhe pasagjerëve që do të ketë një divergjencë dhe larmishmëri të aplikimit të këtij sistemi në vende të ndryshme të zonës Schengen. Besoj autoriteti i aviacionit civil në bashkëpunim ndoshta edhe me institucione të tjera do të ketë kështu fushata informuese apo në përrobë? Po, në fakt ne kemi filluar fushatat informuese, sepse janë në kuadër dhe paralelisht edhe me gjithë iniciativat e Bashkimit Evropian, të vendeve të treta dhe të zonave Schengen në lidhje me informimin dhe sensibilizimin e udhëtarëve. Megjithatë ne mendojmë që edhe vetë bashkëqytetarët tanë dhe pasagjerët do të jenë një burim shumë i mirë dhe eficient për informacionin në lidhje me këtë sistem ndaj të afërmve të tyre, familjarëve, kolegëve, dhe do të ndahet si një lloj eksperiencë që do të mirë menaxhojë këtë sistem edhe për qytetarët tanë. Megjithatë, autoriteti i aviacionit civil do të vijojë proceset mbështetëse ndaj këtij sistemi në bashkëpunim të plotë me të gjithë aktorët e industrisë aviacionit, me qëllimin e vetëm për të mundësuar një transport ajror komfort edhe të aksesueshëm për të gjithë qytetarët tanë.
Megjithatë, ne do presim e do shohim se nga data 12 tetor, kur të nisin zbatimi konkret, si do të funksionojë dhe çfarë rregullave pra që do t'i nënshtrohen qytetarët që do të udhëtojnë në zonat Schengen. Unë të falenderoj që ndave me mua këto informacione. Faleminderit juve. Nderuar miq, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për këtë emision, bashkë do shihemi të dielën e ardhshme. Deri atëherë, mirupafshim.